Pavarësisht premtimit të bërë për të zhvendosur implantin e prodhimit të asfaltit në Zaldajt brenda muajit mars, kompania koncesionare e rrugës së Arbrit Gjoka Construction vijon aktivitetin e saj në zonën e mbrojtur të parkut kombëtar të Dajtit. Banorët e kësaj zone janë të shqetësuar pasi ndodhja është në nivele të frikshme dhe Gjoka punon pa leje, pavarësisht pasojave dhe dëmeve në natyrë. Ata thonë se dëmi i shkaktuar nga implanti i prodhimit të asfaltit është i gjithanshëm dhe asnjë filtër nuk është vendosur për pastrimin e tymrave që lëshohen. Banorët e indinjuar shprehen se policia lejon aktivitetin pa leje të Gjokës, ndërkohë që qytetarët gjobiten dhe i dënon për ngritjen e avllive e mureve rrethuese, duke i sorollatur në gjyqje e prokurori për vite me radhë. Ata i kërkojnë Gjokës zhvendosjen e menjëhershme të implantit, pasi premtimi i tyre ka qenë i tillë. Pas përfundimit të punimeve për rrugën e Arbrit, implanti do të zhvendoset nga Zaldajti, pasi nuk do të ketë më nevojë për të. Por duke qenë se aplikimi për lejen e prodhimit të asfaltit është ende në shqyrtim nga institucionet, ata kanë vijuar me punën e tyre, tani për përfitime personale, pasi rruga ka përfunduar.